Kandidati për deputet i Lëvizjes Shqipëria bëhet në qarkun e Vlorës Aleksandër Runaj zhvilloi një takim në fshatin e tij Drashovic, aty ku kërkoi mbështetjen maksimale. Përpara banorëve të Drashovicës, Runaj bëri edhe një prezantim personal të arsimimit të tij, kontributit por edhe angazhimit, ashtu si kundër prezantoi edhe programin e tij të kandidimit për deputet. Kandidati Aleksandër Runaj, i cili është pjesë e Lëvizjes Shqipëria bëhet, vjen pas një eksperience 10 vjeçare me një përvojë në kompani prestigjioze, duke u dalluar kështu për projekte të rëndësishme dhe pjesëmarrje në konferenca profesionale. Runaj u ka thënë banorëve të Drashovicës se kërkon mbështetjen e tyre për të bërë më të mirën për këtë zonë. Unë jam Aleksandër Runaj, djali i këtij vendi, djalë që ka emigruar shumë shpejt jashtë, ka ikur 18 vjeç dhe kaluam tashmë 13 vite që unë jetoj në Gjermani. Kam studiuar atje, punoj aktualisht në Gjermani dhe dashuria gjithmonë për vendin nuk më ka. Kam pasur gjithmonë dëshirën që të kthehem në Shqipëri. Por disa gjëra nuk më kanë sistemi ku ne jetojmë. Mënyra se si janë trajtuar qytetet, fshatrat në vendin tonë nga politika. Ndaj dhe unë zgjova të marr pjesë të kandidorit me nismën Shqipëria bëhet, jo pa qëllim. Se do ta kisha shumë të thjesht të pozicionohesha në një kaos ose në një kap tjetër dhe me qëllimin për të bërë sa më shpejt deputet. Po kjo nuk është misioni im, ky mision nuk është shumë si një parti. Nuk është thjesht një deputet. Misioni im është bashkim. Ne duhet të vërtetën ta shikojmë në sy të gjithë. Politika në Drashovicë e ka ndarë Drashovicën me fik me dy kampe. Ose vërtet. Unë nuk do të jem ashtu. Unë nuk jam i kësaj politike. Vetëm ta lëm një moment, një çast Shqipërinë pa ngjyri politike. Ju lutem, është momenti jonë, është momenti të rinjve, le t'i kthejmë vëllezërit tanë ande, le ta bëjmë Shqipërinë siç ka qenë. Drashovica ka qenë ndalesa e radhës e kandidatit për deputet të Lëvizjes Shqipëria bëhet në qarkun e Vlorës Aleksandër Runaj, i cili mori mbështetjen e banorëve të këtij fshati.